LDK-ja nuk ja ka dhënë, as AK-ja, as LDK-ja si ka dhënë emra. Është për me ble kur ti Almira Beziku po tenton pra zotri Shala, pse po çfarë shihet pas kësaj blerjes të kohës, pra pse po tenton Albin Kurti të blej kohë? Se po dënë me shku në zjedhë me 27 dhjetor, eventualisht me tentu me marrë përqindje me rritë përqindje me përshindje. Por prapë se nuk do të ketë zgjidhje për presidentin, sepse serish do të 80 deputet që ndrojnë sallë. Ai pretendon mi mri vetë 80. Ai ka thonë edhe vetë, publikisht, e ki deklaratën gjithka, para zgjedhjeve të 7 qershorit. E ka thonë publikisht që nëse vetë vendosje me qëta gudzëve me qëtë farë satelitet e vacër, që i kam rënë aty ata deputet, nëse nuk arrim mi botë 80 deputet me zgjedhë presidentin, na shkojmë zgjedhje. Na ka kallëzu pra, nuk e di ma çka maj. U dalë publikisht, ju ka adresu publikut masës, se me konë që na kishtë thonë kështu po, ai ka thonë direkt, e ka thonë që kjo është. Ai ka thonë, është e vërtet që ka thënë në qoftë se nuk arrim një marrëveshje. Ja, s'ka thonë hiç marrëveshje. Nëse nuk arrim një marrëveshje. Ngoje, nëse nuk i bojmë 80 deputet, thotë natë, unë me guxon me parti tjera. Ja, me guxon edhe me këta, thotë. Me emra i përmend, që ata vet. Thotë, nëse si bojmë na shkojmë prapë në zgjedhje. Por në edhim që gjasat për t'i bërë 80 deputet natyrisht janë të vogla. Po, në fakt, Shqipe nuk... Se tentoj që prapë përsëritet një cikël zgjedhor. Na i kemi përsërit disa arsyeve, dhe më thonë një është implementimi